Numri i bagëtisë së imët, por edhe gjedhves, habjene zvogëlohet nga viti në vit në vendin tonë. Kjo padyshim ka përfshirë edhe rrethin e matit, ku vitet e fundit ka patur një tkurrje të ndjeshme të numrit të krerëve të bagëtisë së imët. Ndërkohë shkaqet betën të ndryshme, por më kryesorja mbetet largimi i rinisë jashtë vendit. Bib Gjina nga fshati Suçi Bashkisë Klos mbarshton disa krerë dhimbje, ndërsa shton se është i pafuqishëm që të rrisë numrin e tyre. Por sipas tij shkaqet janë të shumta, që nga largimi i rinisë, rritja e shpenzimeve të tjera. Ai është i bindur që nëse nuk do të ketë politika favorizuese për banorët që jetojnë në fshatra të mbashtojnë bagëti, brenda pak vitesh malet e fusha do të jenë të boshatisura. Me blegtori nuk ka kush merret më. Blegtoria, sidomos për fshatin, është një gjë shumë e mirë. Sidomos dhëja për ata që ka fuqi që të shkojë brapa artikulosit i vitit ashtu. Dhëja është më e mirë, është më ekonomikësare, del me kullot pyori. Unë kam një 15 copë kam pak, po s'kam në fuqi me rujt më shumë, jam i knash me shto si maj. Për vete time, kom hangër qumësht e mish kom hangër më ta. Edhe kom shit, po të gjdukjes është se nuk ka met kusht, të rrit nuk meren me ta. Të vjetit s'kan fuqi me shku me ta, edhe dhe gjdukjes është se nuk ka njerëz më si me sidomos të rit, nuk dul me ditë fare se është, po heret e vonë ka qenë edhe kjo kohë, edhe ajo që ka qenë edhe kjo që otuar, vetëm baktia është gjoja shpëtimtare, se me baktive i me rrete i me kime jetohu. Në pafuqi të mbarshtimit të bagëtisë së imët, blegdori Gjina i thotë se në fshatra po shtohet mbarshtimi i shpendëve, të cilat nuk kanë edhe aq mund për t'i mbajtur. Tani i kanë lanë baktit, janë shtrihen ke pullet, e blenë pulla, e blenë rujnë pulla, se kash kanë mundësi, po shteti duhet mu nuk më një më kusht, se kam pak, se ka ato si kanë shumë ato i subvencionet i nivën me diska, unë kam pak e unë besoj gjërë vetë me mundin tem, se nuk dhe gjdukjes kjo, se s'ka kush i ruhu, nuk i ruhu njëri. Statistikat zyrtare tregojnë se në dekadën e fundit numri i bagëtisë së imët në të gjithë qarkun libër ka rënë në disa mijë krerë.